tema në gjona cilat u diskutuan më herët. Martesat e mëhershme, siç e tha dhe teologu më herët, që kanë qenë në sigurta në raport me njoft, personin, familjen, kulumtimi ka qenë shumë i thellë. Edhe ta ka bu ty më të sigurt se ti ku po e dërgon vajzën. Mirë po është lidh një para kontrat, për shembull kur vajza ju vetëm se të është dhonë dhe ti çka do bën me ta. Domethënë kanë qenë disa rregulla që ajo me pas të drejtën edhe të vizitës në familje, edhe të jetuarit në atë shtëpi e barabart në raport me kunotat, sepse atëherë kanë jetu në bashkësi shumë të mëdha, ku unë vetë jam një fëmijë i cili është rrit në bashkësi familjare në 30 antar. Domethënë jam shkollu, jam avancu, jam punësu në qatë frym, qato ide dhe unë ende e moj men në momentin kur na im ndo nga gjallartë. Domethënë ka qenë një periudhë kogja e vorë mas lufte. Edhe e mira e familjeve është kur është një bazë. Për shembull, një mësues i mirë, një grua e mirë, një burr i mirë, rritet qysh në fëmijëri. Qysh ai e merr edukatën, qysh do të më qenë një familjar i mirë, një grua e mirë, një burr i mirë, një mësues i mirë, një profesionist i mirë. Për shembull, nanat e tona gjithmonë na e thon, për shembull, nana ime për profesion është mësuese, mirë, po gjithherë ma përsërit një frazë ku më thotë, kujdes mos e hidhro burrin asnjëherë. Edhe nëse sheh që ai ka ndaj hatërmbetje ose është i lodhur ose ka ndaj breng diçka, mundohu me kuptu se çka po e mundon, sepse nëse raporti nuk është i hapur edhe i mirë mes burrit dhe gruas, mas ne vetë vijnë ato krisje tu zgjënu dhe një ditë edhe mundet me pas krisje shumë të mëdha. Mirë po ai raporti që gruaja me kuptu burrin edhe burri me kuptu gruan deri në qatë pikë që ndoshta edhe pa fol me njoft i ka bu martesat